duhet shikoj mirë të shkuarën, se pa parë të shkuarës dërton do të ardhmen. Ku kemi gabuar? Çfarë na thotë shkuara? Shkuara na thotë që në asnjë vend botës nuk zbatohet më sistemi i taksës së thjeshtë. Le që njërë nga të rojnë dhe si koncept se këta i 60 vende, ndjesë që të ndërpresë. Jo. Në Maqedoni, në Malë të Zikë, në vendet e rajonit. Të shi unë këtu kam ardhi përgatitur dhe këtu kam taksat e 61 vendet botë. Po më gjetet i në një vend mua që përdor taksat thjeshtora 10% qaj. Mali Zi, Maqedoni Veriut. Pra tashi. Në qoftë dhe ne do e ndryshojmë, për mua unë nuk e shikoj që ne duhet kalojmë të kjo gjë. Kjo teori ka rënë poshtë. Në të gjithë vëndet e zhvilluara. Ta që ka në një që e mban, po pëse duhet këthe mund të taksa e shesh, kur unë kam taks për ju, unë marë më shumë, do paguaj më shumë. A e bëre për shumë tatimi të aru 10%, apo tatim fitimi 10%. Qa do sjellë shti nga kjo, më thoi? Do sjellë që qytetarët nuk do jenë të, do me thë, nuk do jenë të stimuluar që të fshenjë të ardhurat, formalizimin e ekonomisë. Do jenë qytetarët më do paguajnë një lloj të gjithë, kështu që do stimulohet, le të themi, punësimi më i madh. Nuk do jetë ato frika që nuk duhet do të paguaj kaq në dorë dhe kaq me bankë, sepse i bie që të paguajmë shumë taksat. Ja, për shumë, unë po të marrë ty, tu jam doli Gjermania dhe Greqia. Shive, ka taksë që s'nu? Ka taksë progresive. Dhe i thot, derin 8.354, thot Gjermani, e ketë 0. Pasaj, thot, 8.355, deri 52.000, e ketë, thot, 14% deri 24%. E vazhdon me tjerat. Edhe Greku ka 3 shkallëzime.